O që këmë e në largo, që këmë që kujtë në ke zonë rrugën ke dhe vlopit. Leo. Capi. Cilëvetorin një në marë.
Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti, i nderuar kryetari i Komunës Kamnicës, zoti Kaxhi Rahimaj, i nderuara familje Krasniqi, të nderuar përfaqësues institucionesh nga niveli qendror e lokal. Është nder dhe kënaqësi e veçantë ju kemi sot mes nesh në këtë akademi përkujtimore kushtuar 100 vjetorit të lindjes së heroit kombit Metush Krasniqi. Prania juaj në këtë ditë është dëshmi e respektit dhe mirënjohjes që vazhdon të ruhet për një figurë të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për shënuar një përvjetor. Jemi mbledhur për të kujtuar një jetë të përkushtuarit ndaj idealeve, një veprimtari të pandalshme në shërbim të çështjes kombëtare dhe një njeri që në rrethana të vështira historike pati guximin të besonte në një ardhmë më të drejtë dhe më të mirë për popullin e tij. 100 vjet nga lindja e Metush Krasniqit janë një shekull që na ndon nga dita kur ai erdhi në jetë, por nuk na ndojnë nga vepra, idealet dhe mesazhi që la pas. Përkundrazi, me kalimin e viteve, kujtimi për njerëzit që kanë lënë gjurmë në historinë tonë bëhet edhe më i çmuar dhe më i domosdoshëm për t'u ndarë me brezat e rinj. Historia nuk jeton vetëm në libra, ai jeton në kujtesën e familjeve, në rrëfimet e atyre që kanë njohur dhe në vendet ku kanë jetuar e vepruar njerëzit që i kanë dhënë kuptim kohës së tyre. Historia jeton mbi të gjitha atëherë kur një shoqëri zgjedh mos harroj dhe kur brezat e rinj e njohin, e kuptojnë dhe e vlerësojnë sakrificën e atyre që erdhën para tyre. Metush Krasniqi ishte njëri prej atyre njerëzve që nuk pranoi të qëndronte indiferent përballë realitetit të kohës. Përmes veprimtarisë së tij ai dëshmoi se vedia kombëtare, arsimi, dija, organizimi dhe guximi mund të bëhen forcë për ndryshim. Ai përkiste një gjenerate që u përball me vështirësi të mëdha, por që nuk hoqi dorë nga besimi se liria dhe digniteti një populli janë vlera për të cilat ia vlen të punohet dhe sakrifikohet, nderohet dhe ruhet. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj që jeni sot këtu. Nderuar kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, nderuar zëvendës kryeministre, kryeministri i drejtësisë zonja Antonika Kërvolla, nderuar nën kolonel i FSK-s, zoti Arben Abdyli, nderuar komandant i stacionit policor në Kamnicë, zoti Pasrit Shkodra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteran të UÇK-s, nderuara dhe shumë të dashura familje Krasniqi, të nderuar bashkëveprimtar të heroit Metush Krasniqi, nderuar rektore e Universitetit Kadri Zeka në Gjilan, të nderuar të tjerë të pranishëm. Sot në 100 vjetorin e lindjes së heroit kombëtar Metush Krasniqi jemi mbledhur për të nderuar një figurë që me jetën, veprën dhe sakrificën e tij u bë pjesë e pandashme e historisë sonë kombëtare. Jemi mbledhur pikërisht në Kamenicë, aty ku nis rrugtimi i një njeriu që do të kalonte jetën në shërbim të çështjes kombëtare, të dijes, arsimit dhe lirisë. Metush Krasniqi është një nga ata bijtë e kësaj toke që e tejkaluan kohën e tyre dhe u bën pjesë e kujtesës kolektive të mbar kombit shqiptar. Ai ishte mësues, veprimtar, organizator dhe adhëtar. Por mbi të gjitha ishte një njeri i bindjes dhe idealit, një njeri që besonte se digniteti i një populli fillon nga vedia e tij, se liria fillon nga dija dhe se arsimi është një nga shtyllat mbi të cilat ndërtohet e ardhmja. Prandaj kur flasim për Metush Krasniqin, duhet të nisim pikërisht nga arsimi. Para se të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të veprimtarisë patriotike shqiptare, ai ishte mësues. Në një kohë kur shkollat dhe gjuha shqipe kishin një rëndësi të jashtëzakonshme, ai e kuptoi se mësuesi nuk është vetëm ai që përcjell dijen, por edhe ai që formon karakterin, zgjon vetdijen dhe ndërton brezat që njohin dhe mbrojnë identitetin e tyre. Metush Krasniqin nuk e ndohu asnjëherë dija nga adheu. Për të arsimi dhe ndërgjegjësimi kombëtar ishin pjesë e të njëjtës rrugë. Ai e kuptonte se një popull mund të friksohet dhe të burgoset, por një popull që e njeh historinë dhe identitetin e vet nuk mund të shuhet. Nga kjo bindje u formsua dhe veprimtaria e tij patriotike. Metush Krasniqi jetoi në një periudhë të vështirë të historisë së Kosovës, kur kërkesa për të drejta kombëtare dhe politike shqiptare trajtohej si veprimtari armiqësore nga pushteti i atëhershëm jugosllav. Por ai zgjodhi të vepronte, u përfshi në organizime patriotike dhe në veprimtari ilegale shqiptare, duke punuar për bashkimin dhe koordinimin e forcave që synonin avancimin e çështjes shqiptare. Në vitet e 50-ta themeloi organizatën Partia Revolucionare për Bashkimin e Tokave Shqiptare në shtetin Am,
Ndërsa në vitin 1976 u vu në krye të organizatës Lëvizja Nacionale Shqiptare e Kosovës dhe vizave të tjera shqiptare në Jugosllavi, duke u angazhuar për bashkimin e grupeve ilegale shqiptare në një organizatë të fuqishme. Veprimtaria e tij nuk ishte e shkputur nga të tjerat. Një nga veçoritë e figurës së tij ishte edhe aftësia për të krijuar ura ndërmjet njerëzve dhe grupeve të ndryshme të lëvizjes kombëtare. Ai besonte se përballë një sistemi represiv, shqiptarët kishin nevojë për bashkëpunim, organizim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, rruga e tij u përplas vazhdimisht me mekanizmat e represionit shtetëror. Metosh Krasniqi u arrestua disa herë. Ndër arrestimet më të rëndësishme ishte ai i vitit 1958, pas të cilit në vitin 1959 u dënua me 18 vjet burg të rënd. 18 vjet. Një dënim që për shumë kë do të nënkuptonte fundin e çdo ideali. Por për Metosh Krasniqin, burgu nuk u bë fundi i bindjeve të tij. Kur doli nga burgu, nuk doli i dorëzuar. Doli me të njëjta bindje dhe ju rikthye veprimtarisë patriotike. Edhe pas demonstratave të vitit 1981, kur represioni ndaj veprimtarive shqiptare u ashpërsua, ai vazhdoi veprimtarinë e tij. Në nëntor të vitit 1985 u arrestua për herë të fundit. U mbajt në burg dhe sipas dëshmitarëve të kohës dhe familjarëve përjetoi tortura dhe keqtrajtime të rënda. U lirua me 16 qershor 1986 në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Me 15 tetor 1986, vetëm 4 muaj më vonë, Metosh Krasniqi ndroi jetë. Por vdekja e tij nuk shënoi fundin e veprës së tij, sepse njerëzit që jetojnë përtej jetës personale nuk mbeten vetëm në kujtesën e familjes, ata bëhen pjesë e historisë. Vepra e Metosh Krasniqit mbeti në shkolla ku dha mësim, në kujtesën e nxënësve dhe në bashkëpunëtorët e tyre, në mesin e historisë së lëvizjes kombëtare shqiptare. Mbeti në Tajkoc, mbeti në Kamenic, mbeti në Kosovë, mbeti në shqiptari. Sot 100 vjet pas lindjes së tij, detyra jonë është ta ruajmë veprën e tij nga harresa, ta studiojmë me seriozitet dhe t'ua përcjellim brezave të rinj. Sepse kujtesa nuk ruhet vetëm me monumente dhe akademi përkujtimore. Ajo ruhet në libra, dokumente, studime dhe mbi të gjitha me edukimin e brezave të rinj. Si kryetari i komunës së Kamnicës konsideroi nder dhe përgjegjësi që kjo komunë ta ruajë dhe ta promovojë trashëgiminë e Metosh Krasniqit. Gjatë punës sonë kemi ndërmarrë disa hapa konkret në këtë drejtim. Kemi emëruar sheshin e qytetit me emrin Metosh Krasniqi, kemi krijuar çmimin e nderit Metosh Krasniqi si çmimin më të lartë që komuna u andon personaliteteve të shuara kombëtare. Ndërsa me kërkesë të komunës së Kamenicës, Posta e Kosovës ka nxjerrë edhe pullën postare me figurën e tij. Këto nuk janë vetëm vendime institucionale. Janë mënyra për ta bërë kujtesën pjesë e jetës së qytetit dhe për t'u përcjellë brezave të rinj emrin, veprën dhe sakrificën e Metosh Krasniqit, sepse ai është pjesë e identitetit historik, pjesë e kësaj treve dhe një nga figurat që dëshmon se Kamenica nuk ka qenë vetëm një hapësirë gjeografike, por edhe vend ku janë formuar njerëz që kanë shërbyer dijes, kulturës dhe çështjes kombëtare. Në këtë 100 vjetor të lindjes së tij, ne nuk kujtojmë vetëm të kaluarën. Ne kujtojmë një ideal, kujtojmë një jetë të përkushtuar ndaj dijes, lirisë dhe dinjitetit. Dhe mbi të gjitha kujtojmë një njerëz që na mëson se bindja ndaj idealit dhe qëndresës përballë padrejtisë mund të e kaloj jetën e një individi dhe të bëhet pjesë e historisë së popullit. Lavdi jetës dhe veprës së Metosh Krasniqit, lavdi të gjithë atyre që sakrifikuan për liri, i përjetshëm qoftë kujtimi për ta. Faleminderit shumë të gjithëve. Ju faleminderit kryetar, tani kam kënaqësinë që për një fjalë rasti të ftoj para jush kryeministrin e Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti. Nderuara familje Krasniqi, nderuara zëvendës kryeministre dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvalla, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit invalid të luftës shqyrtare,
veteran të UÇK-s, i nderuar i kryetari i komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj, i nderuar i kryetari i shoqatës së ish-burgosurve politik, Shefki Sadiku, i nderuar i deputet Shaib Kamberi, i nderuara rektore e Universitetit Publik në Gjilan, Kadri Zeka Fitore Mala, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të pushtetit lokal, të nderuar oficer, polic e ushtar të Kosovës, të nderuar bashkëveprimtar, ish-burgosur politik, nga të gjitha trojet dhe të gjitha periudhave, zonja dhe zotri, motra dhe vëllezër, të gjithë ata të cilët e kanë njohur Metush Krasniqin dhe që kanë vepruar bashkë me të, gjithmonë e theksojnë rolin e tij përbashkues që e ka luajtur mes shokëve, mes grupeve dhe qarqeve të ndryshme të aktivistëve politik të kohës së tij. E kjo veti e Metush Krasniqit e afrimit dhe bashkimit të njerëzve, duket sikur është bërë pjesë edhe e figurës së tij, me që Metush Krasniqi po vazhdon të na përbashkoj edhe 4 dekada pas vdekjes së tij. Sepse ashtu siç me 26 nëntor të vitit 2024 ishim këtu në Kamenicë për përurimin e shtatorës së Metush Krasniqit, sot jemi rikthyer për t'ia kujtuar jetën, por sidomos veprën politike në 40 vjetorin e vdekjes së tij. Nëse do të na duhej të gjenim disa fjalë kyçe për historinë politike të Kosovës, besoj që pashmangshëm mes tyre do të duhej ta listonim edhe fjalën burg. Kjo me që historia politike e Kosovës gjatë shekullit 20 është e lidhur pashqetshëm me 10 burgje në Kosovë dhe gjithandej në Jugosllavi, ku mira aktivist politik shqiptar kaluan gjithsej 10 mira vite si të burgosur për shkak të bindjeve e veprimtarive të tyre politike. Përveç mira dëshmorëve dhe martirëve të vrarë nga regjimet shtypse të Jugosllavisë dominuar nga Serbia, shqiptarët e kanë paguar çlirimin e Kosovës edhe me shumë vite jetësh personale të kaluara nëpër burgje, mes torturash, dhunës, urisë, të ftohtit, sëmundjeve dhe përballjes me vdekjen. E nëse në regjistrin e fjalëve kyçe për historinë politike të Kosovës pas fjalës burg, vendosim të shtojmë edhe emrat përveçëm, njëri prej tyre padyshim që do të ishte edhe emri i Metush Krasniqit. Do të ishte sepse pas Adem Demaçit, por edhe bashkë me Basën Adem, Metush Krasniqi rezulton të ketë qenë një nga aktivistët politik me vetdijen më të kulluar politike, me vizionin më të qartë për çështjen kombëtare të shqiptarëve të mbetur në Jugosllavi dhe me veprimtarinë më të shumanshme për çlirimin e trojeve të banuara me shqiptarë nga Jugoslavia dhe bashkimin e tyre me Shqipërinë. Me bashkëveprimtarët e Metush Krasniqit që sot i kemi këtu bashkë me ne dhe me ekspozitën dokumentare të përgatitur nga Agjencia Shtetërore e Arkiveve të Kosovës e me dokumentarin televiziv kushtuar Metush Krasniqit, natyrisht që nuk kemi se çfarë të shtojmë të dhënave biografike për të. Por si kryeministri i Republikës Kosovës, do të doja të ndalem veçanërisht te disa fraza politike të shprehura nga Metush Krasniqi dhe të tjera të cilët lidhen me të. Teksa e gjurmojmë dhe gjykojmë historinë e para gjysmë shekulli nga koha e sotme, ne jemi në një pozicion komod për të lexuar dhe vlerësuar drejt ngjarjet e asaj kohe. Por të lexuara me syrin e sotëm, fjalët dhe veprat e para gjysmë shekulli e tutjet të tij, duket aq mpreslëndse kthjellësia e asokoshme e Metush Krasniqit për t'i parë aq qartë zhvillimet kur ai jetoi dhe aftësia e tij për të pozicionuar dhe për t'i artikuluar aq sakt ato në formulime frazash dhe ndërmarrje veprimesh me peshë historike. Në kulmin e periudhës së dhunës shtetërore të ushtruar nga Aleksandar Ankoviqi në Kosovë më 1957, Metush Krasniqi së bashku me Sejdi Kryeziun, Mark Gashin, Gjemal Kalabën dhe Mehmet Ajetin e themeluan organizatën e fshehtë
të quajtur Partia Revolucionare për Bashkimin e Tokave Shqiptare me Shtetin Om. Me atë rast, pas betimit solemn mbi flamur kombëtar, Metush Krasniqi kishte mbajtur një referat ku kishte thënë: Shqiptarëve në Kosovë po ushkelen të drejtat kombëtare. Ata nuk janë të barabartë me popujt e tjerë që e formojnë Jugosllavinë. Pushtetarët shqiptarë që janë funksione të ndryshme nuk janë përfaqësuesit e denjtë popullit. Qysh në atë kohë, pra më 1957, Metush Krasniqi bashkë me ushtarakun Bardh Gashi e skicuan themelimin e një ushtrie çlirimtare për trevat shqiptare në Jugosllavi. Por, siç e dim, do duhet të kalonin më shumë se 3 dekade të tjera që kjo ide të jetësohej te ushtria çlirimtare e Kosovës. Një vit pas, në qershor të vitit 1958, nga qyteti i Shkupit ku ishte zhvendosur, Metush Krasniqi me shokët e tij hartuan dhe lëshuan një proklamat në të cilën shkruhej me Savion: Thirrën gjithë populli kosovar që të ngriheni kundra regjimit barbar jugoslav për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ti napim grushtin dërmues kastës burokratike dhe titiste. Vllazën kosovar qohin luftë kundra jetës skllavruese. Këndoni këngën çlirimtare, let valoj flamuri i lavdishëm, tregoni botës se një popull krenar nuk jeton në robëri, bashkim, liri, Kosovë, Shqipëri. Kjo thirrje e Metush Krasniqit e lëshuar në fillim verën e vitit 1958 do të përkthehej në kushtrim për tërë Kosovën në fund vitit 90, kur populli i Kosovës vërtet i dëshmoi botës vendosmërinë e tij për të mos jetuar në robëri dhe forcën e rezistencës së tij për liri. Pas pak muajsh, me 3 nëntor 1958, Metush Krasniqi u arrestua dhe u burgos. Në një proces gjyqësor që u zhvillua në gjykatën e qarkut në Gjilan, nga 1 deri me 7 mars të vitit 1959, Metush Krasniqi bërë një deklaratë që sot mund të lexohet si një analizë kirurgjike e politikave të regjimit jugoslav ndaj shqiptarëve dhe e gjendjes së Kosovës në atë kohë. Po citoj: e para, thot Metush Krasniqi, nga populli jugoslav Kosova shfrytëzohet mizërisht. Populli shqiptar trajtohet sikur në Jugosllavinë e krajlit. Nuk i gëzon të drejtat më elementare në asnjë segment të jetës, si në punësim, në administratë, në shëndetësi, në arsim, kulturë e të tjera. E dyta, vazhdonaj, nga pushteti popullor në thojza, i Jugosllavisë së Titos, nuk ju ka hequr dhuna popullit shqiptar. Unë e shtroj pyetjen: sa shqiptar janë ekzekutuar pa gjyq prej nëntorit të vitit 1944 e deri sot? Sa vrasje ndodhen në emër të armiqve në thojza të shtetit, me 10 mijëra shqiptar. Mund të jenë edhe më shumë se 20.000 në gjitha trojet shqiptare në Jugosllavi. E treta, aksioni i armëve u zhvillua vetëm në Kosovë për të qarmatosur shqiptarët. Pse njëjti aksion nuk u zhvillua edhe në republika tjera? Pse kjo dhunë dhe këto vdekje të dëmshme të shqiptarëve? Pse një pushk është shitur me 10 herë? Pse shqiptarët i nënshtroheshin atij terrorin në emër të Partisë Komuniste të Jugosllavisë? Mbaron citati i deklaratës së Metush Krasniqi. E në këtë deklaratë të përmbledhur në këtë paragraf që porsa lexova, kemi një analizë politike dhe qëndrim politik me të dhëna të mbështetura, me akuzat të adresuara dhe me teza të mirë artikuluara brenda tyre. Lexojmë fjalët e një njeriu i cili besonte thellësisht te barazia dhe i cili shpresonte te liria duke u angazhuar për të. 9 vite më pas, Metush Krasniqi ishte sërish në krye të detyrës si ideatori i demonstratave të vitit 1968, kurse 9 vitet e tjera më pas, me 1974, ai rolin e pritur prej tij, kur në shtëpi të vet në fshatin Dajkovc me 2, 3 dhe 4 qershor e vazhdon pikërisht duke u dakorduar me Basnadin Demaçi që dallimet të cilat e kishin grupet dhe organizatat të ndryshme politike për karshi ideologjisë dhe regjimit komunist të Enver Hoxhës në Shqipëri të anashkaloheshin në rrugtimin e përbashkët për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin me Shqipërinë.
Kohrat kaluan dhe rrokullit e ngjarjeve i shtresuan shumë zhvillime mbi njëra tjetrën, nga Partia Revolucionare për Bashkimin e Tokave Shqiptare me shtetin e në 1957, Televizja Nacionale Shqiptare e Kosovës dhe viceve të tjera shqiptare në Jugosllavi me 1977. Ndërmjet këtyre, shumë arrestime dhe vite të tëra të kaluara në burgje, në Gjilan, në Nish, në Mitrovic e në Prishtinë. Deri te torturat e fundit, të cilat zgjatën nga 4 nëntori i vitit 1985 deri me 17 qershor 1986, të cilat edhe rezultuan fatale për Metosh Krasniqi. Një jetë njerëzore që në gjithë shtrirjen e saj është përshkuar onetej nga aktivitetet dhe angazhimi për lirinë e popullit të tij. Një subjekti mirëfillt që me këmbë në tokë e bën historinë e atë vet, duke e hedhur veten në ujërat e zhvillimeve të kohës përtej kushteve dhe mundësive, me një qëllim të vetëm, lirinë e Kosovës dhe afirmimin e vullnetit politik të popullit të saj. Andaj, lavdi Metosh Krasniqit për gjithë çfarë ka bërë dhe ka përjetuar për lirinë e Kosovës, të cilën ne e jetojmë dhe e gëzojmë së bashku. Ju faleminderit për organizimin dhe vëmendjen. Ju faleminderit kryeministër. Tani para jush ftoj për një fjalë rasti profesorin e nderuar zot Emin Krasniqi. Fjalë përshëndese për pjesëmarrësit e për organizatorët e këtij jubileu madhështor në 900 vjetorin e lindjes së heroit Metosh Krasniqi 1926-2026. Të nderuar familjar të heroit Metosh Krasniqi, kryeministër ynë i nderuar i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, kryetari ynë i nderuar i komunës së Kamenicës zoti Kadri Rahimaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve tona të larta të Republikës së Kosovës, të nderuara familja të heronjve të kombit të luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar bashkëveprimtar, bashkëluftëtar, studiues, historian, filozof e politikan, të nderuar qytetare të Kamenicës, të Kosovës, të mbarë trojeve tona shqiptare, zonja dhe zotri. Fillimisht përshëndetim, faleminderojmë dhe përgëzojmë për të arriturat në zhvillimin, në sforcimin e në lartësimin e objektiveve të shtetësisë e të demokracisë së Kosovës në planin kombëtar e ndërkombëtar, kryeministrin tonë zotin Albin Kurti. Kryeministër ynë i nderuar, sot britmat janë keq tingëlluese e klithmat të tëre podiumeve në mjedise publike janë të zëshme dhe vetëm për pushtet. Nuk kemi as që dëgjojmë zëra arse juës për shtet. Për mua, kjo ditë ka peshë të veçantë. Sot flas jo vetëm si qytetar, si familjar, po si bashkëveprimtar. Heroi Metosh Krasniqi ishte ndër emrat e përveçshëm shqiptar. Ai ishte njeriu që e jetoi historinë e popullit tonë në kohët më të vështira. Ai me shokë të tjerë bëri historinë tonë. Në një periudhë kur fjala liri kushtonte shtrenjtë, ai foli, ai guxoi. Kur edhe heshtja ishte e lehtë, ai nuk heshti. Kur frika në masë mposhte guximin, Metosh Krasniqi qëndronte. Kjo ishte madhështia e tij. Ai e kuptonte se liria nuk fitohet vetëm në ditën kur shkputeshin prangat. Liria fillon më herët, fillon në ndërgjegjjen e njeriut, në kultivimin e identitetit, në dashërinë për gjuhën, për arsimimin e brezave dhe në guximin qytetar për të kërkuara, për të luftuar për të drejtat jetësore. Vepra e heroit Metosh Krasniqi duhet parë jo vetëm si pjesë e kaluarës, por si një amanet për të ardhmen e ndritur. Si bashkëveprimtar mund të dëshmoj se pas personalitetit të tij publik që njohim sot, qëndronte një njeri i thjesht në sjellje, por i papërkullur në bindje, i matur në fjalë, por i paplëkundur në qëllimet e tij.
Ai e kishte të qartë se rruga drejt lirisë ishte e gjatë, e mundimshme me sakrifica, por besonte se brezat që do të vinë do të vazhdonin rrugën deri në shlirimin e plotë të vendit. Në Republikën e Kosovës sot valon flamuri i lirshëm dhe që në institucionet tona shtetërore që janë sovrane në mesin tonë, ne e kuptojmë mirë se sa larg pamëse ishte ajo aspirat për të cilën njerëz si heroi Metush Krasniqi sakrifikuan. Të nderuar të pranishëm, në këtë 100 vjetor, nderimi për heroin Metush Krasniqi nuk është vetëm një ceremoni, por një duzinë veprimtarish. Ne kamenicasit kemi të drejtë të krenohemi me bijtë e saj, siç e patëm dhe kemi heroin Metush Krasniqi. Kosova e Shqipëria ka krenim mburrje shoqërore e kombëtare me heroin Metush Krasniqi. Ne familjarët, bashkëveprimtarët e bashkëluftëtarët dhe institucionet tona të kemi detyrim të veçantë që mos të lejojmë të lihen në harresë që është ves i yni. Sot, në këtë nderim të zotohemi para institucioneve tona të larta të Republikës së Kosovës, para kryeministrit zoti Albin Kurti, para kryetarit komunës së Kamenicës dhe para qytetarëve tonë, të them hapur, njerëzisht e shqiptarisht, nderim yni më i madhe që mund t'ia bëjmë heroit Metush Krasniqi nuk është vetëm të flasim për atë, por të punojmë e ta përparojmë bashkërisht shtetin tonë të Kosovës, siç e ndruan brezet tanë të cilët sakrifikuan gjithçka për këtë Kosovë të lirë, të zhvilluar me dinjitet e me bashkaleatët tanë europian e amerikan. Në këtë 100 vjetor, përkulemi me nderim para veprës dhe kujtimit heroit Metush Krasniqi, i përkulemi guximit e sakrificës së mbar heronjëve të kombit tonë. Lavdi e përjetshme heroit Metush Krasniqi. Faleminderit. Ju falenderit zoti Krasniqi, tani për një fjalë rasti ftoj para jush kryetarin e shoqatës së ish burgosurve politik, zoti Shefik Sadiku. Sot shënojmë 100 vjetorin e lindjes heroit Metush Krasniqi në komunën e Dardanës, gjithësisht Kamenicës. E nderuar familje e heroit Metush Krasniqi, të nderuar përfaqësues të institucioneve me kryeministër Albin Kurtin dhe ministren Gërvalla, të nderuar deputet, i nderuar kryetari komunës Rahimi, të nderuar të pranishëm, të nderuara familje, ish të burgosurve politik, ish të rënëve për liri, anë e kënd Kosovës dhe Shqiptarisë, i nderuari deputet nga komuna e Bujanocit, i cili e ka nderuar e ka madhështuar këtë shënim të përvjetorit. Të nderuar të pranishëm dhe shumë të respektuar. Në 100 vjetorin e lindjes Metush Krasniqit, për kujtimi i tij nuk mund të kufizohet vetëm në nderimin e një atletari që sakrifikoi lirinë dhe jetën për idealin kombëtar. Një shekull pas lindjes tij, Metush Krasniqi duhet parë edhe si organizator dhe mendimtar politik e largpams, i cili çështjen shqiptare e konceptonte si organizim, bashkim forcash dhe projekt për çlirimin e bashkimit të rojeve shqiptare. I lindur me 19 gusht 1926 në Dajkoc, në familjen e Aslan dhe Qershife Krasniqit. Metushi u rrit në një mjedis ku kujtesa historike dhe dashuria përcilleshit brez pas brezi. Në formimin e tij ndikoi tradita e lidhjes shqiptare Prizrenit, prej së cilës mori mësimet se ideali kombëtar kërkon program, organizim dhe bashkim. Kësaj trashëgimia ju shtua tradita e familjare. Babai i tij Aslani me bashkëluftarët e tij dhe
trashëgimtar të Dajkosasve, Recep Shem Dajkocin e ushqyen tek ai bindjen se liria është detyrim ndaj adhleut. Në formimin e tij la gjurmë edhe veprimtaria Lëvizjes Nacional Demokratike Shqiptare në krye me Ajet Gërgurin, Gjon Serreqin dhe shumë patriot tjerë. Por tiparet që i dallojnë me Tush Krasniqin ishte aftësia për të kaluar nga ideali të organizimi. Si mësues ai punoi jo vetëm për arsimimin e nxënësve, por edhe për ngritjen kulturore e kombëtare të popullit. Ndërkaq, gjatë viteve 50 e themeloi Partinë Revolucionare për bashkimin e tokave shqiptare me shtetin Nam. Hartoi program politik, traktet e proklamatat, simbolikën dhe madje skicën e organizoi të formacionit ushtarak të saj. Pra idealin kombëtare mendonte si program, struktur dhe veprim. Prej tij u bashkuan një numër shokëve dhe rreth tij me të cilët bashkëveproi, si Qemal Kallaba, Mark Krasniqi, Mehmet Hajeti, Mehmet Nureddini, Sejdi Kryziu dhe shumë tjerë, në këtë ndërkohë me Tushi veç punonte si mësues. Edhe ngjarjet e viteve të mëvonshme, pas kësaj burgosje dhe vojtjes së dënimit, që s'po e përsëris nga ajo që u theksua, ai nuk u shmang nga rruga e lirisë. Me Tush Krasniqi, së bashku me Ismail Dumoshin, ishin promotor të organizimit demonstratave vitit 1968. Si ideolog i kësaj lëvizjeje, ai bashkëpunoi me shumë bashkëveprimtar, jo vetëm në familjen e tij, siç ishte bashkëshortja Havisha, ishte vëllai Osmani, nipat, mandej djemtë e tij, Gjevati, Mitati, vajzat Lulja, Teuta që do të rriteshin edhe këto në këtë frymë së bashku me nipat e tij, Nevzadin, Nexhatin, Hasanin dhe të tjerë. Një nga dëshmit më të fuqishme të aftësisë përbashkuese të Metushit mbete takimi në shtator të vitit 1974 në shtëpinë e tij në Dajkoc, ku morën pjesë Mullaram Govori, Adem Demaçi, Hyrie Hona, Ahmet Haxhia, Selman Ramadani, Fehmi Bajrami, Syle Hazir Krasniqi, Elmi Ramadani, Emine Besnik Krasniqi, që ishin këta breza në të ardhmen do të jenë aktiv për jetë e motë. Vetë përmbajtja e këtij takimi dëshmoi filozofinë politike të Metushit. Dallimet ideologjike, krahinore, apo të brezave nuk duhet të bëheshin pengesë për interesin kombëtar. Synimi ishte afrimi i energjive adletare rreth një platforme të përbashkët politike kombëtare. Pikërisht këtu merr peshë të veçantë vlerësimi i Adem Demaçit, simbolit të rezistencës shqiptare, që kaloi rreth 3 dekada në burgjet e Jugosllavisë. Demaçi e cilësonte Metushin, më thrimin, më largpamësin, më adletarin internet. Ndërsa, me një përcaktim që përmbledh gjithë filozofinë e tij politike, e quante promotor të bashkimit të popullit shqiptar. Largpamësia me Tush Krasniqin dëshmon edhe nga vazhdimësia që e krijoi, frymën e tij e përcjelli të gjeneratat e reja si Emin Krasniqi me shok, Besniku dhe të tjerë rreth organizimit organizatës Albanikos. Por edhe të brezat e mëvonshme, siç ishte nipi i tij, Kushtrim Krasniqi dhe gjeneratat e tyre që kur nuk e ndalën veprimtarinë duke demonstruar anë e kënd Kosovës për liri. Kështu krijoi një zinxhir domethënës nga brezi Aslan Krasniqit dhe Recep Dajkocit, te mësuesi, nga Metushi e bashkëveprimtarët e tij te brezi 68-s, nga takimi i Dajkocit tek organizimet e mëvonshme dhe te gjeneratat e reja të rezistencës kombëtare, te demonstratat e vitit 1981 dhe gjerit të themelimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila luftoi pushtuesit jugosllavo-serb. Kështu krijohet edhe rruga e mirëfillt e punës e vizionit të Metushit. Metush Krasniqi u burgos
dhe u përndoq vazhdimisht. Burgosja e fundit në vitin 1985 u shoqërua me tortura. Me 15 tetor 86 na ndroi jetë, por dhuna nuk arriti ta mposhtë idealin e tij. Sot, 100 vjet pas lidhjes tij, vepra me Tush Krasniqit na le një mësim shumë të madh, shumë domethënës, se liria kërkon guzim, për shtet ndërtim, kërkohet edhe dije, organizim, largpamësi, bashkim dhe vazhdimsi ndërmjet brezave. Me Tush Krasniqi e kuptoi se çështja kombëtare nuk mund të ishte vepër e një individi apo një brezi. Prandaj kërkoi nga njerëzit të ndërtojnë lidhje, të hartojnë programe, të bashkojnë energjitë dhe të punohet. Ai nuk ishte vetëm pjesë e një lëvizje, ishte një nga njerëzit që dinte ta krijonte, të organizonte dhe të përcjellte brezave atë ide të lirisë. Prandaj, në 100 vjetorin e lindjes së tij e kujtojmë për idealin që nuk e braktisi, për njerëzit që e bashkoj dhe për brezat që e frymëzoi. E kujtojmë si mësuesin, veprimtarin, organizatorin, bashkuesin dhe largpamësin. Lavdi jetës dhe veprës së herojit kombit me Tush Krasniqit. Ju falemderit, zoti Sadiku, të nderuar të pranishëm. Për gjatë kohës kur u bë vendosja e kurorave me lule, ju patët mundësinë që të shehnit edhe një instalacion të bërë pranë shtatores së herojit me Tush Krasniqi. Ky instalacion shpërfaq hapësirën ku me Tush Krasniqi kontribuoi me tërë qanjen e tij në edukimin e brezave të rinj dhe aftësimin e tyre se kombi jeton atëherë kur ata punojnë dhe mbrojnë atë. Sot do të keni mundësinë që të shihni edhe pullën postare me figurën e herojit. Filatelia e Postës Kosovës me 16/9/2025 në qarkullimin postar ka vënë emision e pullave postare personalitete Musa Shehzade dhe me Tush Krasniqi. Ky emision i pullave postare me përshkrim nga Posta e Kosovës nderon dy figura që zën vend të veçantë në historinë shqiptare, të cilët edhe pse vepruan në kohra të ndryshme, kontribuan për të njëjtin qëllim. Kontributi me Tush Krasniqit dhe Musa Shehzadis mbetet një thesar i çmuar për brezat që vinë. Veprimtaria e tyre patriotike, guximi dhe vendosmëria për të mbrojtur interesat kombëtare i bëjnë ata burim frymëzimi dhe krenarie për mbar kombin shqiptar. Emisioni pullave postare përbëhet nga 2 pulla dhe zarfi ditës së parë do të zgjat nga qarkullimi postar dhe të jetë deri në konsumimin e saj të plotë. Në të njëjtën kohë do të shihni edhe çmimin me Tush Krasniqi në kuadër të rregullores komunale të komunës Kamnicës për ndarjen e çmimeve të nderit SH01 numër 13678 të datës 14/4/2023 ndahet çmimi me Tush Krasniqi. Ky çmim u jepet personaliteteve të shquara në shenjë nderi dhe respekti për kontributin edhe në fushën kombëtare, që kanë bërë vepra trimërie dhe sakrifice, si dhe veprimtari ose akte të guximit qytetar në kohë lufte dhe paqeje. Çmimin me Tush Krasniqi deri më tani e kanë dëshmorët Is Kastrati, Besnik Maroca, Musli Imeri, Avdet Gjaqku, Emin Kryeziu, Selver Kryeziu, Rafet Isufi, Ramadan Kastrati, Agush Isufi, Sabri Krivaqa, Driton Krivaqa, Arsim Isufi, Shemse Isufi, Rahim Beqiri, Aslan Thaçi, Ismail Ismaili, Ramadan Sjarina, Ahmet Mehmeti dhe Xhelal Sopi. Në të njëjtën kohë, në shesh pas përfundimit të akademisë, ju do të keni mundësinë të shihni edhe ekspozitën në kuadër të aktiviteteve të organizuara nga Zyra e Kryeministrit të Republikës Kosovës dhe Komuna e Kamnicës me rastin e 100 vjetorit të lindjes së me Tush Krasniqit. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ka përgatitur ekspozitën dokumentare me Tush Krasniqi, një jetë kushtuar idealit kombëtar. Ekspozita përbën nga 23 pano ekspozuese dhe paraqet një përzgjedhje të dokumenteve arkivore që ruhen në fondin e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, të cilat dëshmojnë për jetën, veprimtarinë dhe angazhimin e me Tush Krasniqit në çështjen kombëtare. Materiali ekspozues përfshin dokumente nga procese gjyqësore, fotografi, materiale të shtypit dhe dokumente të tjera arkivore, përmes të cilave pasqyrohen momente dhe aspekte të rëndësishme të veprimtarisë së tij. Ekspozita synon të sjellë para publikut përmes dokumenteve arkivore dëshmi konkrete për veprimtarinë me Tush Krasniqit dhe rrethonat historike në të cilat ajo u zhvillua. Tani, të gjithë bashk ju ftoj të bashkangjiten në pjesën e fillimit të sheshit, ku do të bëhet zbulimi pllakës që emëron sheshin e komunës së Kamnicës, sheshi me Tush Krasniqi. Ju faleminderit e mirupafshim. Jag har paket på tackmaten. Där vi sa att
A, me tusha? Po. Kom, se. Hade hije që të hunë. Pak żegnał. Mam rower na kamerę. Kong që po dhe t'noj, me tush krasni që t'ja pushtoj, patrioti ton të rad, lumë Kosova për avion, i daluem për veprim të. Baba slani nga amanet, kesh i denuem 101 vjet, 100 radiale ban gajret, për Kosova është nërë me vdek, shtu ban trimat për vend vet. Shumë me tushin e munduen, ne për burë që ato e quen, 14 mujo ne vetëmi është jetëran, 18 muj me prangan kan.
zotërive amanet, ta ruajmë atë dheun si sytë vet. Ish besnik, besnik ka vdek, kur si zbuloj shokët e vet. Oj, tim shembullën amet. O vllaznit nga Nova Sela, ata qofshin të nderun, me tushit tonë në Prishtin, për mendoren janë